Përdresa formimi institucioneve të reja nga zgjedhjet e nëntëshkurtit ende mbahet pezull, ekonomia e vendit vazhdon të rritet, duke shënuar një rritje prej 4,58% të brutoproduktit vendor në 3 mujorin e dytë të këtij viti. E bashkë me ekonominë rriten edhe fytyrat buxhetore, të cilat gjithashtu kanë shënuar rritje prej 10% krahasuar me vitin paraprak. Si qeveri që ka për bazë interesin e qytetarëve, tashmë kemi dëshmuar se rritjen ekonomike e ndajmë me të gjithë qytetarët. Sepse kur rritja ndahet, ajo shumohet. Kur zvogëlohet pabarazia në shoqëri, rritet kërkesa agregate në ekonomi, e kësaj vazhdon vit pas viti performanca e mirë ekonomike. Në kuadër të kësaj ndarje të rritjes ekonomike, me rastin e fillimit të vitit akademik, sot do të miratojmë vendimin për ndarjen nga 100 euro, shumë e njëhershme për të gjithë studentët që i plotësojnë kriteret. Ashtu që ata dhe familjet e tyre ta kenë më të lehtë përballimin e kostove që ndërlidhen me fillimin e vitit të ri akademik. Por mbështetja për student nuk mbaron me kaq. Të dashur student, sot do të miratojmë edhe për mbushjen e njërit prej premtimeve kyçe të qeverisë Kurti 3, atë për bursën e mobilitetit për student të nivelit bachelor. Kjo bursë do të jetë mase përhershme dhe mbështetje vazhdueshme. Për studentët në nevojë dhe shuma e mbështetjes do të varet nga distanca ndërmjet vendbanimit dhe vendit ku ju studioni. Pra, sa më larg që u bie ta keni universitetin ku studioni, aq më e madhe do të jetë mbështetja për ju.